Përshëndetje, o pëmdhimet këfa Nusrat Plana se e kësh bo një deklarat dje edhe kësh fol kogja tërmërisht. Po pëmdhimet tash, kur të gjuhën bre këta pëdëkës në shpinë, pse ka thonë që komandantat janë milionera, sene, anina, knina, po mas pari vesh me ngushka ka thonë, ja tani ta diskutojmë për fjallët e tina. Në tjetër, komandantat e zonave operative nuk kanë qenë as 70-700, 7 kanë qenë krejt, gjithë janë gjallë, gjithë janë milionera. Gjithë janë milionera. Dhe sot, luftëtarët e liris, njëri për tyre dhe, Nusrat Plana, veterani luftës, i merë 204 euro në mujtë. Pensionët veteranit, që do në thëtë, janë kategoria më e poshtruar, më nënçmuar, më shkelur, më e diskredituar, jo vetëm në Evropë, edhe në botë lirësht për me thonë. Sepse i kemi, po supozoj, bashkëluftëtarët, po thëmë thojza, të Kroacisë dhe të Bosnjës, që kanë bo luft me Serbinë fashiste, para nesh, ata trajtohen shumë dignitetshëm. Ata i more kanë 1.000 euro në mujt dhe kanë beneficione, privilegje, ndërkaq luftëtarët tonë, shumica për tyre kanë vdek, shumica e veteranëve, edhe fatkesisht po vazhdojnë të vdesin edhe në mosha jo shumë të shtyra, në mungesë të kushteve normale për jetesë. Dhe kjo është përkeqësisht. Më shumë se 50 luftëtarë lirisë shumë të mi, kanë bo vetvrasje në mungesë të kushteve elementare për jetë. Tash e kam një pyetje për krejt ju që këshur në këtë video, a ka drejt Nusrat Plana që ka thonë në këtë video? Unë besoj se po tash nuk e di që ka me ndonë jo tjerë të din, po ju presë në komente të shkruni, edhe në që se dikush nuk unë ka subscribe në kanalin tem, mundësish me mba. Po nja jam të ditë që tash, kur t'i gjuhën krejt, Nusretit të i thonë ti jo të bashkë, ti e me shkije, ti e kështuet, ti e anina, ti e knina, ta në të zezat, që kanë thonë shumë tjerë, din, se vesh më qu me thonë që komandantat janë milionera dhe janë hajna, ta thonë jo, për ti pësulmonu që kënë. Jo, marë, kjo Erani është veteran vetë, po tha, qysh 50, ma shumë se 50 ushtarë kanë bo vetvrasje, a krejt komandantat gjallë edhe milionera, që të dyja nuk përshkojnë, adin se 50 ushtarë me bo vetvrasje për skamjes, edhe në tjetër nën 50 komandanta krejt milionera, dishka nuk është në regull, kush mundet me kuptu. Së më kujtuhet, para një 4-5 vjetë, një fardjalli Drenicës, i Poklekit, e ka pas bënë një video shumë të fort për këta komandantat, është Artem Carvadiku, vesh ngëne, se edhe këta kanë pas myt me komente me gjashka të i thonë, po edhe kë është ish luftëtar i Lirijës deri kur është liu Kosova. Vesh ngëne shka ka thonë. Unë jam ushtar i Lirisë, po qa, nuk po t'njo. Kush je ti o djali i ri? Komandant, unë jam ushtar i beteja që luftova bol për bol me shki. Por sis me nje for komandant or faqe zi. Në vijat frontit të luftu atu ku isha unë, e si shë ti. Ti vesh neve në luft nga qove, e ti ike, nuk luftove. Tash po thun isha i pari, po ti nuk isha atu ku ishte ushtari. Një ushtare duke luftu. Ti veç ike ku je strehu. Ku je strehu e ku jem shef. Ushtot vetëm në front kanë bet. Gone. Ti ushtare ti traftove. Tash po shitesh ka pa dahi. Po thun jam i parin këtë nahi. Jo rëndësor frigaca. Ti veç frikën e kiha.
Gjithçka kështi. Ushtarët e vërtet i refuzove. Ushtarët e vërtet i refuzove. Shpionat në listë shkrove. Shpionat. Gjithsa shpionat edhe vërshi u more pare veteran mishti. Ty ka ardhur koha e gjykimit. Nëse shumica e keni një këtë monologun e Artunit, unë Artunin e njoh personalisht, një film qysh moti, ka nështë 20 vite. Po, kur ka dollë kë, edhe ka bon që të video, u dosh me konë këgja shumë trim për me full së fjallë. Po, për këto di që kë më tut, ato e ka larga, dhe nuk janë një se nuk i ka bërsh kërkujt. Edhe kur nuk i ki bërsh kërkujt, është shumë më kalaj me full. Edhe e full vërtetën, realitetin që ka është. Tash, në sret planës e di që krejt tash kanë me gju, ti i thonë që, pesha në që kënë. O të mirë, o opozit, o jo të pëdëkës, nuk është ka sha në që kënë. Ashtë të isha hajnat, milionerat që janë bon nëmën të që kësë. Nuk është ka sha në kërkane njëri, veç po thëtë realiteti, për mi 50 ushtarë kanë vdik, edhe kanë bo vetë vrasjen, për mi 50 kanë bo vetë vrasje për skamjes. 18 vjetë, nëse dikush nuk e din, asë një cent nuk e kanë marrë veteran të luftës. Mas 18 vjetë e kanë njësë me marrë 170 euro. Sot dhe kanë 204 euro. Mas 18 vjetë e kanë shku, i kanë shti 64.000 i kanë bon. Tulli far shpioni, tulli far utboshi, tulli far që si analista, gazetare, kush ja ka mojt pakrahin e kush anina, kush nina. E kanë mush ato, e kanë mush me veteran. Po me pas një obre 20.000, 30.000. Edhe me pagu me adho një rrugë, ta manë që shdojt, nuk ka konë ma mira. Po jo, s'kanë pos mundësi, se o do shmeshtinja dhe o të boshat, edhe shpionat, edhe ata nej, ata nena, në të nëndë, s'kanë mujtë. E tash, dalin, thojnë, ja, nena, jak nena. Jo, mërë, po nuk shkojnë ashtu. Nejse, po jo përshëndes kalën i bukur, ju presë në komente.